Në shumicën e rasteve nuk është dashuria ajo që mbaron, por durimi. Gjetja e dashurisë nuk është aq e vështirë, por e vështirë është të mbajmë gjallë flakën emocionale që na mban të bashkuar me personin që duam. Pas takimit ka ende shumë për të bërë. Duhet të presim që ndjenjat forcohen dhe të bëhen një udhëtim i përbashkët plot, bashkëfaqësi dhe admirim reciprok. Njerëzit vinë nga botë ndryshme, kanë pasur përvojat e tyre, i kanë mbijetuar stuhive individuale dhe papritur, duhet përballen me një person të ri shpesh duke u përpjekur të harmonizohen në favor të nevojës për të dashur dhe për të dashuruar. Pasioni mbërrin, na gris dhe na hedh në takimin e një bote tjetër, në të cilin do të zhytemi verbërisht për të kënaqur urim për dashuri. Bashkëjetesa e përditshme nuk është e lehtë, pasi koha na tregon dhe zbulon gjithçka që jemi. Në të njëjtën kohë na bën të njohim edhe tjetrin, duke na treguar defektet e tij. Edhe ato më të bezdisshmet, fatkeqësisht nuk janë të gatshëm të shohin jashtë vetes, kur largohen nga zona e rehatisë, e cila i detyron ata të reflektojnë për atë që kanë bërë në jetë. Shoqëruesi do të jetë gjithmonë pasqyra që pasqyron atë që ne ofrojmë. Llojin e dashurisë që ndërtojmë ose shkatrojmë çdo ditë. Dhe nëse nuk lejojmë të japin plotësisht veten ashtu siç kërkon dashuria në mënyrë të pashmangshme, do të përfundojmë duke vjedhur nga vetja, duke e lënë atë në vetmimboshe të pranison të paplot. Nuk do të lëm asgjë, nuk do të dëgjojmë përshpëritjet e vajtuara, nuk do të shikojmë thellë në sy që na kërkojnë kot, nuk do të ndjejmë thellësinë, shpejtimet e zemrës që rref afër, nuk do të përgjigjemi dëshirave, nuk do të prekim lëkurën, ne do të neglizhojmë ato që ka ndenjur gjithmonë pranë nesh. Duke vepruar në këtë mënyrë, askush nuk do të mund të durojë përbuzjen, indiferencën, agresionin e heshtur dhe jetën e zbrazët të dikujt që ju premtoi se do t'ju donte për gjithë jetën. Dashuria nuk e pranon pikëllimin, nuk jeton me të shkuarën, as nuk ushqen shpresa të njanshme. Vetëm dashuria dhe kujtimet e një kohe nuk do të mund t'i mbajnë dy njerëz bashk. Kjo sepse dashuria është e durueshme, por ka kufijtë saktë të dinjitetit që kemi në fund të ditës, asgjë më shumë.